Soda e bukës, sekreti që trajton një herë për gjithmonë këto probleme. Ja si ta përdorni. Veshkat luajnë një rol të rëndësishëm në organizëm. Veshkat janë të rëndësishme për nxjerrjen e toksinave dhe elmeve ushqimore jashtë nga organizmi juaj. Procesi pastrimit të organizmit është mjaft kompleks dhe ka zanafillën gjithashtu te shëndeti i veshkave. Përmirësimi i funksioneve të veshkave ka një rol vendimtar në të gjithë organizmin tuaj. Problemi është se falës sasive të këqija të elementeve ushqyes, veshkat vuajnë gjithashtu dhe nuk punojnë si duhet, duke bërë më negative cilësinë e jetës suaj. Në këtë video do të rendisim disa përfitime që do të ofrojë soda e bukës, jo vetëm kundër këtij problemi, por edhe shqetësimeve të tjera të përditshme, të cilët mund të shkaktojnë edhe komplikacione të organizmit tuaj. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Ekspertët tregojnë se soda e bukës është një alternativë shumë e mirë kundër këtyre shqetësimeve dhe mjafton një lugë çaji sot buke çdo ditë mund të lehtësoni një sër problemesh. Për shumë prej nesh, soda e bukës gjithashtu është një zgjidhje e thjeshtë që mund t'i shtohet të ëmbëlsirave të gatimit edhe të tjera. Ndoshta disa të tjerë e përdorin edhe për pastrim, por ka edhe femra që njohin fuqinë e këtij pluri magjik në formën e bukurisë. Maskat me përbërës bazë sodën e bukës e bëjnë lëkurën më të bukur dhe të shkëlqejë dhe flokët plot shkëlqim. Por ajo që nuk dini është se soda e bukës vjen më së shumti me përfitime të mëdha shëndetësore. Pirja e një gote me ujë me një lugë çaji sot buke mund të parandalojë problemet e tretjes dhe të lehtësojë gjithashtu edhe komplikacionet e saj. Soda e bukës është një substancë alkaline që ndihmon në funksionet metabolike. Përmban gjithashtu fosfat dhe bikarbonat natriumi, element të cilët ndihmojnë në lehtësimin e urthit. Kur acidi i stomakut i ngjitet deri në ezofag, shkaktojnë djegje në stomak. Kjo gjendje mund të lehtësohet duke përdorur ujin me sodë buke. Neutralizon pH-in në organizëm. Konsumi i gjysmëlugje sodë buke të përzierë në 1 litër ujë do ju rivendosë ekuilibrat e pH-in në trupin tuaj. Për shkak të pH-it mbi 7, soda është një përbërës magjik që ndihmon metabolizmin të funksionojë më së miri. Lehtëson problemet e gurve në veshka. Konsumi i rregullt i sodës së bukës do të shpërbëjë kristalet e veshkave. Përmirëson performancën fizike. Soda e bukës është një alkalin që do të thotë se ul nivelet e acidit laktik të cilët mund të kontraktojnë muskujt tuaj. Soda e bukës është efektive gjithashtu për të parandaluar grumbullimin e acideve. Nga një trajtim i mirë kundër infeksioneve urinare, soda e bukës mund të jetë një lehtësues efikas kundër këtij shqetësimi. Përzjeni një lugë çaji sot buke në një gotë me ujë dhe pini atë të paktën një herë në ditë. Kjo metodë është veçanërisht e dobishme nëse po përjetoni ndjesinë e djegjes, sidomos në rastet kur urinoni. Kjo do të jetë një lehtësim shumë i mirë që soda e bukës mund të ofrojë në trupin tuaj. Soda e bukës është një substancë që ka një përdorim shumë të gjerë në aspektin e jetës sonë të përditshme, citon Step to Health. Ajo përdoret në gatime, në pastrim, në heqjen e njollave, zbardhjen e rrobave, si edhe në produkte bukurie. Në këtë video do të mësoni disa nga përfitimet fantastike të sodës së bukës në përditshmërinë tuaj. Soda e bukës është një element pozitiv gjithashtu edhe kundër djersitjes. Soda e bukës mund të përdoret si deodorant i trupit kundër erës së djersës. Udhëzohet të përzjeni 4 lugë çaji sodë buke në 4 pika vaj esencial nga i preferuar. Më pas lyeni zonën ku djersiteni më shumë për të hequr bakteriet dhe shplani atë me ujë të rrjedhshëm. Soda e bukës është një element shumë i mirë kundër aromave të këqija. Hidhni një filxhan kafe me sodë buke në vask dhe bëni dush në të për të paktën gjysmë ore. Kjo mënyrë do të pastrojë nga bakteriet dhe acidet të ndryshme që shkaktojnë aroma të këqija. Për një lëkurë të bukur dhe të shëndetshme, bëni të paktën banjo 2 herë në javë me përdorimin e sodës së bukës. Lëkura do të jetë plot shkëlqim. Hidhni pak sodë buke në shampun tuaj të trupit dhe masazhoni duart dhe këmbët me këtë përbërje. Më pas i lani ato me ujë të bollshëm dhe do të zbuloni se sa e butë do të jetë bërë kështu edhe lëkura juaj. Nëse doni thonjë të shëndetshëm dhe pa probleme siç është edhe myku, në ndihmë mund t'ju vijë përdorimi i sodës së bukës. Udhëzohet të përzjeni 3 lugë gjedhe sodë buke me 1 lugë gjedhe me ujë. Pastaj ta vendosni mbi thonjë dhe ta mbani për disa minuta. Më pas i shplani duart me ujë të bollshëm. Nëse doni të përmirësoni freskinë e gojës, atëherë përdorni sodën e bukës. Hidhni 1 lugë çaji sodë buke në një gotë me ujë. Pasi soda të jetë të shkrirë, bëni gargar për të hequr bakteriet dhe erën e keqe të gojës.
Gargarën duhet ta bëni çdo ditë. Nëse doni flok të shëndetshëm, përdorni gjithashtu sodën e bukës. Shampo tradicionale janë të pasura me kimikate të ndryshme dhe prishin balancin e skalpit dhe dobësojnë flokun. Një herë në muaj përdorni sodën e bukës për të trajtuar shëndetin e flokut tuaj. Nëse doni dham të bardhë, përdorni sodën e bukës. Nëse sodën e përzjeni me ujë të oksigjenuar, do të përfitoni një masë të fortë zbardhuese për dhëmbët. Përdoreni këtë masë një herë në javë për të shmangur dëmtimet e smaltit të dhëmbëve dhe për t'i rikthyer atyre shëndetin e duhur. Një produkt që rrallë mungon në shpenzimet tona është edhe soda e bukës. Kostoja e vogël dhe lehtësisht e disponueshme në supermarket është e dobishme në situata të ndryshme dhe sikur kjo të mos ishte mjaftueshme, është e mirë edhe për shëndetin. Në fakt është mjaft e natyrshme që ta përdorni atë edhe të holluar në ujë për të marrë përfitimet e duhura në lehtësimin e komplikacioneve. Përdorimi i sodës së bukës në përditshmërinë tuaj mund t'i japë ndikime pozitive kundër një sër komplikacionesh, ndaj dhe ekspertët tregojnë vëmendje ndaj përdorimit të saj. Kur konsumohet në doza të përshtatshme, soda e bukës mund të rregullojë strukturat kimike të organizmit dhe të përshpejtojë shërimin e tij. Soda e bukës është një përbërës që nuk mungon kurrë në kuzhinë ose në frigorifer. Përveç trajtimeve tradicionale, të paktë janë ata që e dinë se soda e bukës ka edhe vlera të mira terapeutike. Soda e bukës përmban bikarbonat sodiumi që reagon menjëherë sapo bie në kontakt me substancat acidike si uthulla ose kosi. Pirja e ujit me sodë buke nuk është një traditë e lashtë që rekomandohet, por është një zgjidhje shumë e mirë kundër problemeve të artritit, tretjes, urthit dhe infeksioneve. Kur konsumohet në doza të përshtatshme, soda e bukës do të rregullojë strukturën kimike të organizmit dhe përshpejton gjithashtu edhe shërimin e tij. Soda e bukës është një lehtësues kundër problemeve të urthit. Nëse vuani nga urthi, atëherë duhet të dini se soda e bukës e shkrirë në ujë ndihmon në neutralizimin e acidit hidroklorik dhe eliminon gjithashtu edhe dhimbjet e tij. Ndaj përdorimet të tilla të saj mund të jenë lehtësuese kundër urthit. Bulzat e ujit ndihmojnë në çlirimin e gazrave dhe largojnë gjithashtu edhe fryjet. Do të rregulloni pahashin. Acidi i tepërt në organizëm nxit shfaqjen e shumë sëmundjeve si osteoporoza, problemet e artritit të cilat luftojnë në një mjedis acidi të lartë. Pirja e ujit me sodë buke balancon pahashin, në promovon mirëqenien ose ushqime të tjera dhe rrit energjinë. Është e mirë gjithashtu kundër inflamacionit. Inflamacioni i kyçeve shkakton edhe shumë dhimbje. Toniku me sodë buke ndihmon kundër akumulimit të acidit urik në gjak dhe në inde. Uji i lëngut të boronicës së kuqe, uji me sodë buke rekomandohet gjithashtu edhe kundër infeksioneve urinare dhe mund të jetë një lehtësues i mirë kundër këtyre shqetësimeve. Soda e bukës ul nivelin e aciditetit të urit. Do të keni më shumë energji gjatë ditës me përdorimin e sodës së bukës. Nëse kryeni aktivitete fizike, atëherë keni nevojë edhe për më shumë energji, të cilat mund t'i merrni duke përzier 4 lugë çaj në 1 litër ujë të sodës së bukës. Uji me sodë buke mund të shtohet në rutinën tuaj të përditshme në kombinim gjithashtu edhe me limonin. Të shumt janë ata që e dinë se toniku me sodë buke me limon ka një recetë të mjaftueshme për të marrë një sër përfitimesh. Limoni gjithashtu është i fuqishëm kundër aromave dhe mikrobeve të ndryshme. Ai ndihmon në rregullimin e tensionit të gjakut, lufton stresin dhe parandalon problemin e radikaleve të lira. Soda e bukës do të ekuilibrojë nivelet e tensionit, nivelet e stresit dhe parandalon këtë shqetësim. Për të përgatitur një lëng të tillë, duhet të përzjeni një lugë çaji sodë buke në një gotë me ujë dhe të shtrydhni lëngun e një limoni. Lini lëngun të qëndrojë gjatë natës dhe pini në mëngjes përpara se të hani ushqim. Ky tonik do të pastrojë sistemin tretës dhe do të balancojë gjithashtu nivelet e pH-it në organizmin tuaj. Ju mund të pini të paktën një gotë çdo ditë. Ekspertët tregojnë se përpara përdorimit duhet të dini edhe këto raste kur nuk duhet të përdorni sodën e bukës dhe duhet të tregoni kujdes ndaj saj. Soda e bukës përmban shumë sodium, ndaj nuk duhet të teprohet. Nëse vuani nga sëmundjet e mëlçisë, veshkave, tensioni i gjakut ose edemat, atëherë nuk duhet ta pini ujin me sodë buke. Mos pini tonik nëse jeni shtatzan ose leon. Mos e përdorni atë më pak se 10 vjeç. Nëse pini ilaçe, mos pini ujë me sodë buke. Mos pini tonik nëse jeni me stomakun plot. Ky lëng tonik mund të jetë gjithashtu një zgjidhje shumë e mirë nëse i përmbaheni kësaj rregullore. Vëmendje. Ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zhvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor.
dhe nuk ka në përqëllim që të mbulojnë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.